Më në fund djali i zhdukur shfaqet nga pylli pas 11 vitesh, por nëna e tij zbehet kush është pas tij. Jenny Martin nuk e anashkalonte kur shëtitjen e saj vjetore në përpyet në skaj të Grinudës. Çdo vit ajo kthehej në vendin ku djali i saj Nathan ishte zhdukur saktësisht 11 vjet më parë. Kishte qenë një ditë vjeshte e freskët me gjethe portokalli dhe të kuqe të ndezura që kërcisnin nën çizmet e saj. Nathani, vetëm 7 vjeç, kishte veshur kostymin e tij të superheronjëve, plot jetë dhe energji ndërsa nxitonte përpara në shtek. Atë ditë ai ishte lutur asaj ta lejonte të vraponte vetë përpara, vetëm për një moment në shtegun e njohur. Ajo kishte pranuar, duke menduar se nuk kishte dëm t'i jepte pak aventurë. Por kur arriti në lëndinën ku ai duhej të ishte, Nathani ishte zhdukur pa lënë gjurmë. Grupet e kërkimit kishin shqyrtuar pyllin për javë të tëra. Qenë, helikopterë dhe vullnetar kishin mbuluar çdo pëllëmb të pyllit, por asnjë shenjë e Nathanit nuk u gjet. Jeta e Jenit kishte mbetur e mbërthyer në atë moment që atëherë. Tani pylli qëndronte para saj, një monument i trishtimit të saj, degët e tij të errta zgjateshin si gishta skeletor. Megjithatë, për sa kohë që ajo mund të merrte frym, ajo do të vazhdonte këtë ritual, e shtyr nga një shpresë e palëkundur se djali i saj ishte diku atje. Ndërsa Jenny ecste në shtegun e njohur, kërcitja e gjetheve në këmbët e saj dukej jashtëzakonisht e fortë. Pylli ishte çuditërisht i heshtur, duke i munguar zogjt e zakonshëm dhe fshfëritja e erës. Ajo shtrëngoi pallton e saj, një të ftohtë po i përshkonte trupin pavarësisht ajrit të butë. Ishte sikur pylli po mbante frymën, dhe me çdo hap, ndjesia se nuk ishte vetëm u bë më e fortë. Sa më thellë hynte Jenny në pyll, aq më e fortë bëhej ndjenja se po vëzhgohej. Ajo arriti në lëndinën ku Nathani ishte zhdukur dhe u gjenjëzua duke vendosur një makinë lodër të vogël, një kopje të së preferuarës së tij në tokë. Ajo kishte lënë këto lodra për vite me radhë, një shenjë dashurisë së saj të pushuar, me shumë prej tyre tani të varrosura pjesërisht në gjethe ose myshk. Gëzuar ditëlindjen Nathan, pëshpëriti ajo, zëri i saj dridhej ndërsa shikonte te pemët e dendura. Nuk do të ndalem kurrë të kërkuari. Fjalët e Jenit u dukën se qëndronin në ajër pa përgjigje, ndërsa u ngrit. Ajo vuri re një lëvizje të shpejtë në skaj të lëndinës, si një hije që rëshqiste në përpem. Zemra i kërceu. Ajo mbylli syt, duke përpjekur të shikte një figurë, por ndjehej sikur pylli po i bënte hile. Përshëndetje, thiri ajo, zëri i saj duke u thyer pak. A është dikush atje? Një fshfëritje e butë erdhi nga shkuret. Ajo bëri një hap përpara, sytë e saj shpejt skanuan pyllin. Pa pritmas u shfaq një figurë, një i ri i gjatë, i dobët me rroba të coptuara që i vareshin lirshëm në trupin e tij të hollë. Ai qëndroi pa lëvizur pikërisht në skajin e lëndinës, sikur të kishte pritur që ajo ta vinte re. Kush je ti? Pyeti Jenny, zëri i saj ishte i mbushur me një përzierje frike dhe diçka tjetër. Ndoshta pak shpresë, i riu mbeti i heshtur. Ajo shihte atë me një vështrim aq intensiv se i dha një dridhje në shpinë, ndërsa bëri një hap përpara, fytyra e tij zuri dritën dhe ajo e pa. Ata sy të gjelbërt. Ajo vi nofulle. Tiparet ishin padyshim të njohura. Nathan, pëshpëriti ajo, zëri i saj mezi i ndëgjueshëm. Gjunjët i ndiheshin të dopta kur kuptoi se i riu para saj dukej saktësisht si djali i saj i humbur, megjithse më i vjetër, më i hollë dhe më i mbuluar me shenja që shënonin fytyrën e tij dikur engjëllore. Këmbët e Jenit u dridhen, ndërsa ajo ju afrua. Nathan, a je vërtet ti? Pyeti ajo, zëri i saj plot shpresë, por i mbret me kujdes. Djali nuk u përgjigj më njëherë. Ai dukej se po e studionte atë sikur po përpiqej të kujtohej nëse ajo ishte dikush që ai e njihte. Pastaj ai anoi kokën pak dhe tha me një zë të ashpër të thyer. U humba. Thjeshtësia e fjalëve të tij e kapi Jenny në befasi dhe për një moment të gjitha vitet të dhimbjes dhe kërkimit i erdhën në mendje. Ajo bëri një hap tjetër drejt tij, dora e saj e shtrirë, por kishte diçka shqetësuese në sjelljen e tij. Sytë e tij megjithse të njohur dukeshin bosh sikur një pjesë e tij të ishte zhdukur. Ku ke qenë? Pyeti ajo. Lotët i mblidheshin në sy. Ne të kemi kërkuar, Nathan. Nuk ndalova kurrë së kërkuari. Por Nathani nuk u përgjigj.
Sytë e tij kaluan përtej saj sikur diçka tjetër përtej saj ishte më e rëndësishme. Jenny u kthye për të parë se çfarë po shikonte, duke I ngjecur fryma kur pa se nuk ishin vetëm. Nga pylli I dendur pas Nathanit u shfaq një burr I gjatë dhe I holl, si djali I veshur me rroba të bëra cop. Flokët I kishte të çrregullta dhe sytë e tij kishin një vështrim të egër të trazuar. Ai lëvizte ngadalë dhe me qëllim derisa u ndal vetëm disa hapa pas Nathanit. Jenny ngjeu fytyrën e saj të zbejë dhe gjaku t'i ngrinte. Ajo e njohu burrin menjëherë. Ishte Jack, burri I saj, I ndarë dhe babai I Nathanit. Ai ishte zhdukur pak pasi Nathani u zhduk dhe shumë njerëz në qytet dyshonin se zhdukja e tij e papritur tregonte se ai ishte fajtor për diçka. Megjithatë, këtu ishte ai. Dukej sikur vitet e kaluara I kishin lodhur atë po aq sa kishin lodhur Nathanin. Mendja e Jennyt rrotullohej ndërsa shikonte Jackun, I cili tani dukej si një burr I plakur me dekada në vetëm 11 vjet. Rrobat e tij ishin të pista dhe të dërmuara. Lëkura e tij e zbejt dhe konsumuar dhe sytë e tij dikur të njohur tani mbanin një rësirë të re, sikur të kishin parë diçka të tmerrshme. Nathani qëndroi pak hapa pas tij, shqetësueshëm I qetë, vështrimi I tij I ngulur te Jenny, por dukej se po e shihte drejt e nëpër të. Jack, çfarë të ka ndodhur? Zëri I Jennyt u drodh ndërsa ajo përpoq të kuptonte skenën e çuditshme. Çfarë ndodhi Nathanit? Ku keni qenë? Jack u hodhi një vështrim tek Nathan para se të shikonte përsëri Jennyn. Shprehja e tij ishte e lodhur, sikur mbante barrën e ngjarjeve të papërshkrueshme. Humbëm, tha ai qetësisht, zëri I tij I ashpër dhe I ngjirur. Gjetëm një mënyrë tjetër jetese. Çfarë do të thuash? Pyeti Jenny. Zemra I rrihte ndërsa kapi një qetësi të çuditshme në zërin e Jackut, sikur po përsëriste rreshta të provuar. Pse nuk u kthyet? Pse nuk u përpoqet të merrni ndihmë? Jacku bëri një hap më afër duke lëvizur ngadalë. U përpoqëm në fillim, u përgjigja ai, por pas një farë kohe pylli filloi të ndjehej si shtëpi. Kemi takuar njerëz atje që jetonin jashtë rrjetit larg shoqërisë. Është një vend ku nuk ke pse të gjendesh nëse nuk dëshiron. Sytë e tij shikuan tek Nathan, I cili mbeti I heshtur, shprehja e tij bosh dhe shkëputur. Barku I Jennyt u ngërdhesh me frikë. Njerëz? Çfarë njerëzish? Pyeti ajo, zëri I saj duke u ngritur. Apo thua se ka të tjerë atje që jetojnë në pyll? Jacku tundi kokën. Fytyra e tij serioze por e qetë. Po, ka. Familje, grupe. Ata kanë jetuar atje për vite me radhë duke u mbajtur për vete, duke ndjekur mënyrat e tyre. Është më e thjeshtë se këtu, Jenny. Jenny u përpoq të kuptonte atë që po thoshte Jacku, një dridhje rrënqethëse po mbushte lëndinën. Apo thua se ke jetuar me një lloj komuniteti jashtë rrjetit? Pyeti ajo qetësisht. Pse do të qëndroje atje? Pse do ta mbaje Nathanin atje? Buzët e Jackut formuan një buzëqeshje të hollë shqetësuese. Nuk është një komunitet, Jenny. Është më shumë se kaq. Gjetëm një mënyrë jetese që funksiononin për ne. Një vend ku nuk duhet t'i përgjigjemi askujt dhe mund të jetojmë sipas rregullave tona. Ai foli me një intensitet që e bëri Jenny të ndjej rrënqethje, fjalët e tij pothuajse të nderuara. Realizimi e goditi Jenny fort. Tingëllon si një kult, tha ajo, sytë e saj duke u ngushtuar. A ju bashkove ndonjë lloj kulti? A është aty ku e ke mbajtur Nathanin? Çfarë I bëre atij? Një hije kaloi në fytyrën e Jackut, një ndezje mbrojtjeje në sytë e tij. Nuk është një kult, u përgjigj ai ashpër, është një mënyrë jetese e lirë nga korrupsioni dhe kaosi I botës së jashtme. Njerëzit atje, ata kanë zgjedhur të jetojnë në harmoni me pyllin për të shpëtuar çuditërisë së jetës moderne. Jenny bëri një hap përpara duke tundur kokën mosbesuese. Jeta moderne? Do të thuash jetën që kishe këtu me mua, me familjen tënde? Ti more djalin ton dhe e fshehe larg botës. Si mund të bëje këtë? Zëri I saj u thye ndërsa shikonte Nathanin, shprehja e të cilit ishte shqetësuese boshe. Jenny, ti nuk e kupton, tha Jacku duke u afruar. Ka një paqe atje jashtë që nuk mund të gjesh këtu. Është e vështirë të shpjegohet derisa të kesh jetuar. Pasi ta kesh bërë, të ndryshon, të hap syt. Gryka e Jennyt u shtrëngua me një përzierje zemërimi e frige. Çfarë do të thotë që të ndryshon? Çfarë të ndodhi atje jashtë? Pyeti ajo, sytë e saj duke u lëkundur mes Jackut dhe Nathanit. Çfarë ju bën ata njerëz? Jacku qëndroi I qetë edhe pse paniku I Jennyt u rrit.
Ata nuk na bën asgjë, Jenny tha qetësisht. Ata thjesht na treguan një mënyrë tjetër për të jetuar, një vend ku mund të ishim të lirë dhe të ishim bashk. Bashk, përsëriti Jenny, zëri i saj dridhej nga zemrimi. Ti e quan këtë të qenurit bashk? Ti e ke marrë Nathanin larg gjithçkaje që e njihte. Shikoj atë, ai ka ndryshuar. Ajo tregoi Nathanin i cili shikonte bosh përpara syt e tij pa jetë. Ai nuk është i njëjti djalë që mbaj mend. Çfarë i bën ata atij? A e trushpërlat atë? Çfarë po përpiqesh të bësh, Jack? Qetësia e Jackut rrëshqiti për një moment, duke zbuluar diçka të mbrojtur dhe të errët. Nathani është ndryshe tani, pranoi ai qetësisht. Ati është dashur të përshtatet, të dyve na është dashur. Ti nuk do ta kuptoje. Zemra e Jenny u thye. Kishte një pjesë të historisë së Jackut që ai po e fshehte, diçka e varrosur në fjalët e tij misterioze. Ideja e një komuniteti jashtë rrjetit aq të izoluar sa kishin qenë jashtë syve për më shumë se një dekadë e mbushi atë me tmerr. Çfarë saktësisht kishin bërë atje në ato pyje? Çfarë praktikesh apo besimesh e kishin ndryshuar djalin e saj aq thellë? Unë dua që të dy të ktheheni me mua, u lut ajo duke u zgjatur drejt Nathanit. Eja në shtëpi, Nathan, të lutem. Ne mund ta rregullojmë këtë. Ne mund të marrim ndihmë. Sytë e Nathanit takuan të saj shkurtimisht dhe ajo pa një ndezje njohjeje, një fije të djalit që kishte njohur. Jacku vendosi një dorë në shpatullën e Nathanit dhe shikoi Jenny me një përzierje keqardhjeje dhe dorëzimi. Ne jemi në shtëpi, Jenny, tha Jacku butësisht. Ne nuk po largohemi. Fjalët e goditën atë fort dhe ajo u tërhoq. Kjo nuk është e drejtë, tha ajo, zëri i saj duke u thyer. Ki nuk je ti, Jack, dhe nuk është Nathani. Ju jeni përdredhur nga çfarëdo që gjetet atje. Ju keni nevojë për ndihmë, të dy ju. Fytyra e Jackut u ngurtësua. Ne nuk kemi nevojë për ndihmë, Jenny, tha ai ftohtë. Ti je ajo që duhet të heqësh dorë. Ka gjëra këtu jashtë që ti nuk do t'i kuptoje, gjëra që të ndryshojnë dhe pasi të kesh ndryshuar nuk ka kthim prapa. Ndërsa Jacku fliste, Jenny ndjehu peshën e fjalëve të tij. Kishte një cilësi të çuditshme në zërin e tij, sikur po përpiqej të shpjegonte kuptimin e thellë të jetës që kishte zgjedhur. Por pas fjalimit të tij të qetë, ajo ndjehu diçka të rrezikshme, diçka që e kishte korruptuar. Nuk ishte thjesht të jetuarit larg shoqërisë, ishte sikur pylli i kishte kapur, i kishte ndryshuar në diçka të panjohur. Të lutem, Nathan, përshpëriti ajo zëri i saj duke u thyer ndërsa zgjati dorën për herë të fundit. Ktheu më mua. Por Nathani vetëm tundi kokën, sytë e tij të zbrazët e të largët, një i huaj që mbante fytyrën e djalit të saj. Djali që ai njëjte ishte zhdukur dhe realizimi e goditi Jenny me një ftohtësi rënqethëse. Jacku dhe Nathani u kthyen drejt pyllit, duke u zhdukur në errësirën nga ku kishin ardhur, duke e lënë Jenny vetëm në skaj të lëndinës, duke u dridhur nga frika dhe zemrimi. Jenny u pengua nga pylli, mendja e saj një përzierje kaotike, mosbesimi dhe tmerri. Ajo shkoi te makina e saj dhe thiri 911, duart i dridheshin ndërsa rrethente takimin me Nathanin dhe Jackun. Dispečeri dëgjoi me kujdes ndërsa Jenny përshkroi gjetjen e djalit dhe burrit të saj të gjallë pas gjithë këtyre viteve ende atje në pyll. Brenda një ore policia arriti. Oficerët kontrolluan zonën, dritat e dorës pren pemët e dendura, ndërsa thërisnin për Nathanin dhe Jackun. Jenny qëndroi pranë fillimit të shtegut, duke i mbështjell krahët rreth vetes për ngrohtësi, duke parë pafuqishme ndërsa kërkimi vazhdoi deri në orët e vona të natës. Por ndërsa agimi u thye, ishte i qetë dhe e qartë se nuk do të kishte ribashkim të mrekullueshëm. Oficerët nuk gjetën asnjë shenjë të Nathanit apo Jackut, as gjurmë, as vend kampi, as gjë të tregonte se dikush kishte jetuar në pyll. Ishte sikur ata ishin zhdukur, gëlltitur nga pylli edhe një herë. Një oficer i lartë, detektivi Hughes, ju afrua Jennyt, shprehje e tij e kujdesshme. Zonjë, a jeni e sigurt që e pa djalin dhe burrin tuaj këtu jashtë? Pyeti ai butësisht. Ekipi nuk gjeti asgjë, as edhe një gjurmë këmbe. Jenny ndjehu një valë zemrimi dhe frustrimi. Sigurisht që jam e sigurt, ja ktheu ajo ashpër. Unë e njoh djalin tim, e pash atë dhe Jackun. Ata ishin pikërisht atje, pak për te lëndinës. Detektivi pshërëtiu duke fërkuar pjesën e pasme të qafës së tij. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë, por është e mundur. Ai hezitoi. Është e mundur që hidhrimi mund t'i luaj hile mendjes, sidomos në një vend si ky. Jenny shikoi me inat. Unë nuk po imagjinoj gjëra. Ata ishin këtu, këmbënguli ajo, por thellë brenda saj ndjehu edhe një fije, dyshimi. A mund të kishte qenë një hile e dritës? E kishin bërë vitet të hidhrimit dhe mallit më në fund të
halucinonte? Ditët kaluan dhe pavarësisht kërkimit të përsëritur, nuk kishte ende asnjë shenjë të Nathanit apo Jakeut. Autoritetet filluan të vinin në dyshim gjendjen mendore të Jenit, duke sugjeruar që ajo të shihte një këshilltar për hidhërimin dhe ndoshta të qëndronte me miqt ose familjen për mbështetje. Detektivi Hughes ishte i sjellshëm, por i vendosur në vizitën e tij të fundit tek ajo. Ndonjëherë mendja jon kërkon mbyllje aq shumë se e krijon vet atë, tha ai butësisht. Nëse gjejmë prova të reja, ne do ta rihapim çështjen, por për momentin është më mirë nëse ju përpiqeni të ecni përpara. Jenny ndjeu një të ftohtë nga ky mendim, të ecste përpara, si mundej kur djali i saj ishte ende atje në pyll. Ajo nuk mund të qëndronte në Greenwood, ku pemët në horizont i kujtonin vazhdimisht humbjen e saj. Kudo që shikonte, ata sy të gjelbër të përhumbur dukeshin se shikonin prapa. Jenny vendosi të shiste shtëpinë e saj dhe të linte Greenwoodën pas, ndërsa paketonte çdo sent, ishte një kujtesë 11 viteve të hidhërimit dhe kujtimeve. Gjeja e fundit që hoqi ishte fotografi e vjetër e Nathanit, e kornizuar nga muri i dhomës së ndenjes, e njëjta fotografi që kishte përdorur në çdo poster të zhdukur ndër vite. Ndërsa largohej me makinë, ajo hodhi një vështrim në pasqyrën e pasme, gjysma duke pritur të shihte figurën e hijshme të Nathanit në pyll, por gjithçka që pa ishte shkurët e dendura të pemëve që qëndronin në heshtje në qiellin gri. Makinat lodër që ajo kishte lënë në lëndin tani ishin rimarrë nga pylli, gëlltitur nga gjethet dhe toka sikur nuk kishin qenë kurrë atje. Jenny u zhvendos në një qytet disa orë larg nga pyet, nuk shtypeshin kundër çdo rruge. Ajo përpoq të ndërtonte një jetë të re, të linte të kaluarën pas, por nuk mund të hiqte ndjenjat se Nathani ishte ende atje, ose ndoshta diçka tjetër po pretendonte të ishte ai. Askush nuk i pa më kur Nathanin dhe Jack Martinin, dhe njerëzit e Greenwoodës pëshpëritën për historinë e Jenit për vite me radhë. Disa e besuan atë të bindur se pylli kishte sekretet e errta. Të tjerët mendonin se ajo ishte thjesht një nënë e pikëlluar që kishte humbur kontaktin me realitetin, por ata që shëtisnin në shtigjet e vjetra ndonjëherë pretendonin se natën vonë mund të shihnin një figurë të hijshme që qëndronte pak përtej lëndinës, duke i vëzhguar ata me sy që shkëlqenin si smeralde. Çfarë histori e vërtet rëngjellëse? A mendoni se Jenny e pa vërtet djalin dhe burrin e saj, apo e imagjinoi diçka? Na tregoni në komente më poshtë. Faleminderit që na ndoqët. Deri herën tjetër, mirupafshim.